Gjykata kushtetuese ka hedhur poshtë kërkesën e çiftit Jamarbër dhe Argita Maltezi që në nëntor 2024 kërkuan kthimin e pasurive të bllokuara për shkak të dosjes Partizani. Kushtetuesja e ka zgjidhur në seancën e shqyrtimit paraprak padinë e bashkëshortëve Maltezi dhe ka vendosur të mos e zbresë në seancë plenare çështjen, duke lënë kështu të ngrira 16 pasuri të paluajtshme, 6 llogari në emër të Maltezit dhe aksionet e shoqërisë Home Plan. Ky vendim i kushtetueses lë në fuqi vendimet e gjykatave më të ulta dhe përrjedhoi pasuritë e çiftit Maltezi mbeten në sekuestron preventive të SPAK. Aprovimin për sekuestron që ndalon tjetërsimin e tyre, SPAK e mori 2 vjet më parë, fillimisht nga 2 gjykata të posaçme. Në fund të prillit 2024 e tha fjalën e saj edhe gjykata e lartë që rrëzoi rekursin e dhëndrit dhe vajzës së ish kryeministrit Berisha. Vlen të theksohet se Maltezit, kushtetuesja i ka hedhur poshtë edhe kërkesën që të shpallej si e papajtueshme masa e arrestit shtëpiak, shkruan Top Channel. Lista e plotë e pasurive të sekuestruara. Shuma prej 63.657 euro gjendur në llogari bankare në emër të shtetasit Jamarbër Maltezi. Shuma prej 2.699.408 lek gjendur në llogarinë bankare në emër të shtetasit Jamarbër Maltezi. Shuma prej 29.259 dollar gjendur në llogarinë bankare të Jamarbër Maltezit. Shuma prej 62.018 euro gjendur në llogarinë bankare të Jamarbër Maltezit. Shuma prej 45.705 euro në llogarinë bankare të Jamarbër Maltezit. Shuma prej 26.492 euro gjendur në llogarinë bankare në emër të Jamarbër Maltezit. Pasuria apartament me sipërfaqe 128.3 m2 i ndodhur në rrugën Mustafa Matohiti, Godina 7, hyrja 2, apartamenti 8. Bodrumi i ndodhur në Tiranë, rruga Mustafa Matohiti me sipërfaqe 18 m2. Bodrumi i ndodhur në Tiranë, rruga Mustafa Matohiti, sipërfaqe 28 m2. Apartament me sipërfaqe 195 m2, rruga Mustafa Matohiti, shkalla e parë, kati 8, apartamenti 25. Pasuri me sipërfaqe 102.60 m2. Pasuri apartament me sipërfaqe 208.20 m2 i ndodhur në rrugën Dëshmorët e 4 Shkurtit, Tiranë. Pasuria 4 fraksion 90 G6, pasuria numër 370 fraksion 18 në bashkëpronësi të Jamarbër Maltezit dhe Argita Maltezit. Pasuri numër 370 fraksion 18 në bashkëpronësi të Jamarbër dhe Argita Maltezit. Apartament me sipërfaqe 346.1 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 70.3 m2. Apartament me sipërfaqe 356.3 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 68.8 m2. Njësi me numër pasurie 3 fraksion 491 me sipërfaqe 459.6 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 43.03 m2. Njësi me numër pasurie 3 fraksion 491 me sipërfaqe 459.6 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 38.7 m2. Njësi me numër pasurie 3 fraksion 491 me sipërfaqe 379.6 m2 dhe sipërfaqe e përbashkët 38.7 m2. Njësi me numër pasurie 3 fraksion 491 me sipërfaqe 459.6 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 43.3 m2. Apartament me sipërfaqe 375 m2 dhe sipërfaqe të përbashkët 31.1 m2. Truall dhe Vil, apartament duplex i vendosur mbi këtë truall me sipërfaqe trualli 187.7 m2, sipërfaqe ndërtimi 76.23 m2, e ndarë në kati përdhe me sipërfaqe 76.23 m2, kati i parë me sipërfaqe 76.22 m2, si dhe verand me sipërfaqe 22.73 m2. Pasuri me numër 3 fraksion 201 me sipërfaqe 107 m2, rruga Afrosina Plaku, kati përdhe i Godinës 9 katëshe, shkalla 2. Mason 45% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Home Plan SHPK me NIPT K81 80 30 20 E në emër të shtetasit Jamarbër Maltezi. Masën 100% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Magnet Imo SHPK me NIPT L81 71 40 31 D në emër të shtetasit Jamarbër Maltezi. Masën 60% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë Magnet Giment Fit me NIPT L72 02 20 10 B në emër të shtetasit Jamarbër Maltezi.
Kujtojmë se në tetor të 2024-s, SPAK i ka dorëzuar GKK-s 8 akuzuar, midis tyre ish kryeministrin Sali Berisha dhe Jamar Burmalltezin, që dyshohen se u korruptuan nga biznesmeni Fatmir Bektashi, i cili akuzohet edhe për pastrim parash. SPAK thot në dosjen Partizani se ish kryeministri ka kryer veprime aktive për miratim ligjesh me qëllim privatizimin e tyre sipas nevojave të 5 familjeve pronare, tek të cilat përfshihet edhe Maltezi. Prej 5 muajsh procesi po shqyrtohet në fazën paraprake, gjatë të cilës të pandeurit kanë kundërshtuar gjetjet e SPAK. Seanca e radhës do të jetë më 4 prill, ku edhe pritet të vendoset nëse do të kalojë apo jo Partizani në gjykim themeli.